ky trajtim me laser, doktoresh, që po flasim, ka cikël përdorimit? Është për shembull 6 cikle, 10 cikle, 1 javë, 2 javë, 1 muaj? Si funksionon, apo varet prej pacientit? Ne jemi antar të shoqatës botërore të fotobiomodulimit. Unë jam antare dhe kom pasë nderin në Londër në kongresin e fundit që e mbajti shoqata botërore e fotobiomodulimit me qenë udhëheqëse e sesionit për smundje autoimune, do të thënë të përdorimit të fotobiomodulimit për smundje autoimune, dhe kom pas prezantimin, pra kam qenë invited speaker i kongresit ose folse e ftuar e kongresit për fotobiomodulimin të gjëndra tiroide. Dhe në këtë shoqat bëhen protokollet ose aprovohen protokollet, shkruhen dhe punohet në to për secilën smundje si duhet apliku seancat dhe të gjitha. Ne jemi duke u punu, dhe më thonë, në protokollin e fotobiomodulimit të gjëndra tiroide, dhe protokolli jonë që jemi duke zbatu këto 5 qendra, është që bëjmë, dhe më thonë, 2, eventualisht 3 seansa në javë, dhe për herë të parë bëhen 6 seansa për me mbri efektin fillestar. Se pastaj si bëhet mirëmbajtja, sepse efekti i fotobiomodulimit nuk zgjatë përjetshëm, sikurse veç smundja që është kronike, edhe trajtimi duhet me qenë gjithmonë. Dhe pastaj vazhdojmë me mirëmbajtjen. Dhe është pa që efektet të njëjta jep, edhe nëse bojmë një seancë në 3-4 muaj për mirëmbajtjet më të utjeshme, ose nëse përsëritet ky lloj trajtimi prej 6 seancave në kuadër të 2 deri 3 javë, nëse përsëritet një herë në 6 deri 1 vit, 6 muaj deri në 1 vit. Do të thonë është pa efekti i njëjtë, qoftë nëse e bojmë kohë pas kohe, çdo 3-4 muaj nga një seancë të fotobiomodulimit, qoftë nëse e bojmë 2 herë në vit ka 6. Do të thonë efekti edhe në nivelin e hormoneve, edhe nivelin e antitrupave, edhe ndryshimin e volumit të tiroidës është pa që vazhdon me qenë i njëjtë.